poshtu një kryetar i një partie minore që i thonë Makedonski koncept, i cili thotë se shqiptarët në rrjetin social janë kështu apo ashtu, bën ofendime brutale nga më të rëndat. Ai mund ka tje drejtor. Për Petar Bogojevski. Po, Petar Bogojevski, zoti Petar Bogojevski. A ky drejtor që flet në gjuhën shqipe, do ta shkarkojmë nëse përsëritesh. A ju lutem, një kryeministër që nuk krijon empati me një shoqëri, ai do të çojë debakël herdo kurdo. Do të përfundoje politikisht them, keq. E dini pse? Si ka mundësi ti si kryeministër, për shembull, të deklarosh se nëse i drejtori Filon Fisteki do ta përsërite një prononcim në gjuhën shqipe, Çebi Derazëreshin do të shkarkohet para të agjencionit kushke. A në fakt, ky kryeministër ka emëruar drejtor në një agjencion poshtu një kryetar i një partie minore që i thonë Makedonski koncept, i cili thotë se shqiptarët në rrjetin social janë kështu apo ashtu, bën ofendime brutale nga më të rëndat. Ai mund ka tje drejtor. Për Petar Bogojevski. Po, Petar Bogojevski, zoti Petar Bogojevski. A ky drejtor që flet në gjuhën shqipe, do ta shkarkojmë nëse përsëritesh. Shiko, kjo është marrëzi për një kryeministër. Detyra një kryeministri është të krijojë empati në shoqëri. Jo, nuk ka fuqi. Jo Hristian Mickovski, Sveti Hristian Mickovski që ti përul shqiptarët, ti nënçmoj shqiptarët. Shqiptarët janë kosmopolit, ata janë shpirt gjër. Ata nuk duhet të nënçmohen. Në gjuhën shqipe nuk guxon, po të fole prap do të jetë i shkarkum, thot për drejtorin. Gjuha e një populli nuk është vetëm çështje ligji, çështje kushtetuese. Gjuha e drejta e gjuhës është emblem, ajo është më shumë se ligj, më shumë se kushtetutë. Këtë nëse nuk don apo nuk mund apo nuk don ta kuptojë një kryeministër, kjo është fatale për një